Edhe pse tashmë është pjesë e punës së përditshme të Neda Ballukut, që të mësojë të rinj se si të dashurohen dhe të shprehin ndjenjat e tyre për partnerin, duket se vetë Neda e ka humbur dashurinë e saj. Edhe pse gjithmonë në intervista ajo ka shprehur vlerësim dhe dashuri për bashkëshortin, duket se situata e saj familjare nuk ka qenë ajo që Neda ka lënë të kuptohet. Së fundmi, ajo është shprehur për vendimin e saj për divorc, se ky i fundit nuk ka ardhur menjëherë, pasi ajo ka kaluar një krizë martese në vitin 2000, por më pas i ka dhënë edhe një shans martesës dhe nga aty ka ardhur në jetë fëmia i tretë i çiftit. Dëshira për ta mbajtur familjen e bashkuar duket se është thërmuar dhe për qetësinë e tyre, ato kanë vendosur të jetojnë në shtëpi të ndara prej disa kohësh. Kjo për t'i dhënë mundësinë e reflektimit. Por në distancë, çifti ka kuptuar se vendimi më i drejtë ishte divorci dhe kërkesën e gjykatë e ka dorëzuar vetë Neda. Shumë pyetje ngriti fakti që Neda bëri këtë veprim vetëm një ditë pasi kunata e saj u more pa ndehur nga SPAK. E pyetur për këtë gjë, ajo u përgjigj se ka qenë thjesht një rastësi. Por veprimi që ka bërë Neda pasi ka deklaruar që do të divorcohet ka çuditur jo pak ndjekësit e rrjeteve sociale. Pas disa kohësh, Neda pritet të publikojë një libër dhe ka vendosur të mbajë mbiemrin e bashkëshortit Balluku. Siç shihet qartë, Neda nuk heq dorë nga mbiemri Balluku, edhe pse prej kohësh nuk jeton më me bashkëshortin. E pyetur se pse e mban mbiemrin Balluku kur ti po divorcohesh, ajo ka thënë se unë nuk dua t'i kthej përgjigje kësaj pyetje. Po ju, si e komentoni veprimin e Nedës për të mbajtur mbiemrin e bashkëshortit edhe pasi është drejtuar gjykatës për divorc?